nderuar krijetari i parlamentit, miku im Afrim Gashi, të nderuar lider të Vlenit, të nderuar kandidat për krijetar, të nderuar bartës dhe këshilltar të listave të Vlenit, e nderuar dhe shumë e respektuar forumi i gruas së Vlenit, të nderuar dhe të palodhshmit rinia e Vlenit, të nderuar mërgat që morët 1000 kilometra nga SBA dhe Europa për të ardhur dhe për të mbështetur Vlenin dhe fitoren e madhe që na pret me 19 tetor. Të nderuar gjithë ju aktivist që keni punuar si ushtar të palodhur, që bëhet që pala tjetër ta hedh peshqirin dhe ta dorëzoj betejën para se të vijë 19 tetori. Ju e patë se ata e lishun Bajrakin në Kërçov dhe nga tubimi i parmbrëmshëm që ishte në Kërçov, Fatmir Limani e vullosi fitoren e parakoshme në Kërçov. Po ashtu edhe në Struk, ju e patë se Bujari e sfidoi Izetin, i tha hajde në Majdan, dhe Izeti i tha hajde në stadium, ati ku bëhet ndeshja me mira njerëz, dhe jo në kancelarit dhe mediumët ati ku ti më shumë luan rolin e aktorit, dhe nga frika se s'kishin njerëz, ata mbajtën tubim jashtë të stadiumit mbasi që e kishin paralajmëru, ndërsa Izeti dhe Çairi e mbushën për plot dhe i javun vullën fitores në Çair dhe në gjithë Shkupin me rrethin. Të nderuar të pranishëm, ata edhe mbrëm e dorëzuan luftën këtu mu në sheshin e Tetovës. Për herë të parë BDI, pasi që nuk kishte askund njerëz dhe mbështetës, e mbushi sheshin e qytetit me karike për shkak se nuk mundi ta mbush me njerëz. Andaj, të nderuar aktivist, ato pasi që i braktisën qytetarët, i kanë sallat bosh, në Tetov nuk mundën të mbajnë tubim në asnjë në ndek, përveç se atë ditë që i prun 10 autobuza me nxi se i bon dimi veta, dërsa ne son të këtu jemi me mira veta. Dhe mbrëm një aktivist më tha, i thash koha është me shi dhe se di se si të në mbaj koha, tha edhe breshër po të bi, gjithë do t'jemi në shesh. Dhe mbëhet zemra mal kur ju shoh son të këtu. Të nderuar të pranishëm, ata kanë kaluar në sharje dhe ofendime, pikrisht se ju i bot pa shpresë dhe ato po e ndjejnë humbjen e madhe. Ata shanë dhe ofenduan motrat tona në Kërçov dhe përdhosën dignitetin e grave shqiptare. Para disa kohe shanë dhe ofenduan burrat që janë të njohshëm në histori nga Tetova. Shanë edhe 700.000 nënat shqiptare. Shanë dhe ofendun edhe herojt kombëtar. Shanë edhe ofendun edhe profetin Muhammed. A e dini pse ato kanë kaluar në këtë delir? A e dini pse ato kanë kaluar në frustrim, dëshpërim dhe demoralizim? E din se me 19 tetor do të pësojnë humbje të papar. Andaj, ne tetovarët nuk e falim ate që na shkel dhe na përdhos dignitetin, por ne kemi një kultur me 19 tetor, se cili tetovar do të dalë, do të votoj dhe me vot do t'ju ndëshkoj si asnjëherë më parë. Të nderuar të pranishëm, në këto zgjedhje çfarë s'kemi pa? Shumëti nga ana tjetër dhe bardhësi i këndej, kur shoh ish mikun tim Arbenin me Aliun, me Selën, nga mënyra se si paraqiten, besoni që jo vetëm neve,
po i kanë gërdit va kanë shpiv gjithë qytetarët. Dhe po të ishte gjallë Azem Shkreli do të thonte, po të shihnit vetën në pasqirë, do të këshi puthur apo do të këshi pështirë. Besoni që jeni bo për këtë fundit. Ju nuk mund të ofendoni shqiptarët pse va kthin shpinën. Dhe ne ju themi se në këto zgjedhje nuk dolet me një kandidat si duhet. Nuk dulet prezentoni as ofert, as program. Dhe ne po prezentojmë kandidatët më të mirë që i ka shqiptaria, me program, me vizion, me projekte, mu ashtu si që është edhe kandidati jonë për Tetovën, Bilal Kasami, që mbrapa vetës ka një mal me suksese, një mal me projekte të realizuara, dhe ka një vizion të papar të projekteve që do t'i realizojnë në mandatin e ardhshëm. Të nderuar të pranishëm, fitoria është e ditur, në çdo matje dhe sondazh, ne këtu fitojmë 2-1, dhe në gjithë Tetovën me rrethin është i njëjti rezultat. Tani ka mbetur edhe 2 ditë që fitoren të kthejmë realitet në numra. Ju ftoj që me 90 tetor, pa mos dalur sabahi, të vërshoni gjithë në kutit e votimit për të votuar numrin 7, për të votuar Bilal Kasamin, për të votuar gjithë kandidatët e Vlenit dhe në mbrëmjen e 19 tetorit. Ta mbani mend, këtu në Shesh do t'jetë festa më e flak që një historia dhe Maqedonia. Ju faleminderit, na prifte mbara, suksese!